Regjistrohen shumë pranë vlerave 42 gradë Celsius në qarkun e Elbasanit dhe Beratit, por jo vetëm të dy qarqe që kenë temperatura ekstremisht të larta. Po ashtu, pritet që Gjirokastra, kryeqyteti, Shkodra të afrohen shumë pranë vlerave 41 gradë Celsius, duke bërë që të paktën ditën e sotme të kemi temperatura ekstremisht të larta, por jo vetëm në këto qarqe në qytetet e zonës së Urët, por po ashtu edhe në vijën bregdetare, temperaturat e ajrit ditën e sotme do të jenë mjaft të larta, duke bërë që të luhate në vijën bregdetare nga 37 dhe në vlerën 39 gradë Celsius, po ashtu një rritje e ndjeshme e temperaturave të ajrit është vënë re edhe në zonat malore ku temperatura më e lartë regjistrohet në qarkun e Kukësit me temperatura shumë pranë vlerave 38 gradë Celsius. Ndërsa të gjithë ata të cilët do duan të shijojnë zona më të freskëta, mbetet pjesërisht lindja dhe juglindja e territorit shqiptar me maksimume të cilat luhaten nga 32 deri në vlerën 34 gradë Celsius. Kjo valë të nxehtë që ka përfshirë territorin shqiptar prej disa ditësh, në fakt, për gjatë kësaj fundjavë, përveç se do të sjellë këto temperatura ekstremisht të larta sot edhe nesër, pritet që një fenomen tjetër të jetë mjaft ndikues në këto temperatura të larta të ajrit, ku janë edhe temperaturat në orët e para të mëngjesit. Minimumet të cilat mëngjesin e sotëm janë regjistruar në 21 gradë Celsius në qytetet e zonave malore, ndërsa për sa i përket urtësirës perëndimore, në orët e para të mëngjesit temperaturat e ajrit janë luhatur nga 23 dhe në vlerën 28 gradë Celsius. Dita e diel do të sjellë një tjetër rritje të temperaturave në orët e para të mëngjesit, duke bërë që minimumet të regjistrohen në vlerën 22 gradë Celsius në qytetet e zonës malore, ndërsa për sa i përket urtësirës perëndimore të luhatet nga 24-25 gradë Celsius e deri në 29 gradë Celsius në vijën bregdetare. Kjo valë të nxehtë do të bëjë që territori shqiptar për gjatë kësaj fundjavë të jetë ndikimin e temperaturave ekstremisht të larta jo vetëm në orët e para të mëngjeseve dhe por po ashtu dhe mesditës, duke bërë që orët e para të mëngjesit dhe mbrëmjes të bëjnë që të jemi në ndikimin e këtyre netëve tropikale, pasi minimumet të cilat regjistrohen mbi 26-27 gradë Celsius në një pjesë të mirë të qyteteve të urtësirës perëndimore e bën që temperaturat e ajrit të ndihen dhe të jenë shumë më të larta. Sigurisht, në temperaturat të cilat i japin të paktën në orët e mesditës, ku themi që në